kërkoni diturinë qoftë edhe në Kinë. Është interesant si thënie, nuk është hadithi sakt, megjithëse shumë i prapë, ndoshta është prej, unë e kam dëgjuar edhe prej kuptimi jo është se muslimanëve. nëse musliman edhe shoqëria njerëzore ka nevojë për njohuri, edhe vetmja rrugë është për me gjetë atë dituri me shku deri në Kinë, me siguri se me siguri se bëhet obligim se do të bëhet për me obligim. zgjidhur ndonjë problem, se isha duke lexuar një libër për kontributin e muslimanëve, ku përmend ndoshta shpesh në shkencat e mjekësisë. Atje fillimi është kur flasim për mjekët musliman, shumica e tyre kanë marrë mjekësinë e grekëve, mjekësinë e persianëve, mjekësinë tek kinezët, edhe për herë të parë me një qasje shkencore kanë bërë dallimin mes atyre gjërave që kanë qenë bestytni, Popullore, popullore, që kanë qenë të lidhura ndoshta me manifestime të shirkut apo kërkesë të ndihmës prej xhinëve, edhe kanë bazuar në atë që quhet metoda shkencore e mjekimit, pasi që ta zbulojmë shkakun, që ta largojmë shkakun edhe ta bëjmë trajtimin e smundjes. Domethënë edhe kjo e ka çat kuptim se edhe Kina është opcion nëse kemi nevojë.